Kryeministri Edi Rama mori pjesë në samitin e zhvillimit të qëndrueshëm në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ndal tek një prej projekteve më të rëndësishme energjetike mes vendit ton, Italisë dhe Emirateve të Bashkuara. Theksoi pavarësinë energjetike, por dhe para. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Dr. Sultan Zotje Bekoft postunon që të mbërrim në 3 giga dhe përmes kabullit ndërlidhës me Italinë të shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe së bashku me miq tan arab të bëjmë para për t'ia shitur pra Europës. Duke u ndalur tek energjia hidrike, Rama nuk i kurseu batutat. Mos harroni sidoqoftë që hidro, pra burime ujore, do të thotë që ne varemi nga humori i Allahut. Kur Allahu qesh shumë dhe nuk qan, atëherë nuk kemi shi dhe kështu na duhet i drejtohemi importit dhe më pas kjo bëhet e vështirë. Ndërkohë një hapësirë në fjalën e tij, Rama i kushtoi diellës ministres së parë në botë të krijuar nga inteligjenca artificiale, por edhe mundësitë që sjell zhvillimi i teknologjisë për vende si Yni. Ajo punon për shërbimet dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të BE dhe po punon për diçka që ne besojmë se do të jetë diçka e fjalës së fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale, për të hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjenca artificiale. Kreu i qeverisë shqiptare panelin e ndau me homologun malazez Miljoko Spajç, me të cilin nuk i kurseu batutat për garën mes vendeve në fushën e energjisë së gjelbër. Ju thash, nuk kanë frikë nga konkurrenca. Janë 500.000 dhe duan që natyrisht të triumfojnë kundrejt 500 milion investuesish. Gjatë pjesëmarrjes në forumin Java e Qëndrueshmërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe, kryeministri u nderua me medaljen Sheikh Zayed, sipas emrit të themeluesit të shtetit.